Do të eci më tej me të tjera zhvillime. Të mbështetur edhe nga policia private, përmbarimi ka sekuestruar filialin për shkak të borxheve që ka kompania ndaj shtetit shqiptar, ndërkohë që firma azerbajdxanase është larguar prej kohësh nga Shqipëria. Të mbështetur edhe nga policia private, përmbarimi ka sekuestruar filialin për shkak të borxheve që kompania ka ndaj shtetit shqiptar, ndërkohë që firma azerbajdxanase është larguar prej kohësh nga Shqipëria. Gjatë sekuestrimit të kryer nga përmbarimi privat, punonësit e kompanisë refuzojnë daljen nga objekti për shkak se kanë plot 15 muaj pa paguar, ndërsa janë ende në proces gjyqësor në kompaninë Armo për të përfituar pagesat e tyre. Punonësit të cilët kanë ngritur shqetësimin në fjalë kanë kërkuar që të bëhet vlerësimi i filialit dhe i mallrave të sekuestruara, të cilat më pas të kalojnë si pagesa për punëtorët. Ky ka qenë pretendimi i punonësve, të cilët madje kanë kërkuar që shteti të bëhet ndihma e tyre dhe të mos lejojnë në përkëmbjen që po e ndjejnë prej 15 muajsh duke mos përfituar edhe pagat e tyre. Filiali Armo në Vlorë sekuestrohet, ndërkohë që punonësit e përmbarimit kanë konfirmuar se për këtë qëllim ka një vendim gjyqësor, por në asnjë moment nuk kanë patur një listë të objekteve dhe mallrave që shkonin drejt sekuestrimit. Punonësit ndërkohë kanë kërkuar që kjo çështje të mbetet pezull deri në përfundimin e procesit gjyqësor që ata kanë hapur për përfitimin e pagave, ndërsa kanë ngritur edhe shqetësim se policia ka përfituar pagesa nga përmbarimi duke dalë në mbrojtje jo të punëtorëve, por të përmbarimit që sipas punonjësve nuk po sekuestron, por po vjen, duke mos patur asnjë listë të objekteve që sekuestron.